Një delegacion i Zyrës Federale Kriminale të Gjermanisë ka zhvilluar një vizitë në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit në Shqipëri, ku u prit nga kryepolici Skënder Hita. Në takim u diskutua forcimi i bashkëpunimit mes dy institucioneve me fokus luftën kundër krimit të organizuar, arritjen e kapaciteteve të policisë kriminale dhe mbështetjen e Institutit të Policisë Shkencore. Palët theksuan rëndësinë e koordinimit ndërkombëtar dhe harmonizimit të projekteve me ato të Bashkimit Evropian në rajon. Skënder Hita vlerësoi mbështetjen gjermane dhe rikonfirmoi angazhimin për thellimin e bashkëpunimit, ndërsa përfaqësuesi i Zyrës Federale Kriminale të Gjermanisë garantoi vijimin e ndihmës përmes trajnimeve, projekteve të përbashkëta dhe pajisjeve moderne për forcat e rendit. Takimi u cilësua si një hap për forcimin e mëtejshëm të partneritetit në fushën e sigurisë dhe luftës kundër krimit ndërkombëtar. Gjykata e posaçme ka rrëzuar sot kërkesën e ish-kreut të autoritetit rrugor shqiptar Evis Berberi për ndryshim të masës së sigurisë, duke lënë në fuqi paraburgimin e tij. Vendimi u mor nga gjyqtarja Marinela Osmani, e cila nuk pranoi argumentet e mbrojtjes, pavarësisht edhe garancisë pasurore të ofruar. Berberi ndodhet në paraburgim që prej marsit 2024 i hetuar nga SPAK për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe shkelje të barazisë në tender. Sipas hetimeve, ai dyshohet se ka favorizuar një kompani të lidhur me një ortak të tij në disa tender, ndërsa fitimet janë transferuar përmes kompanive të tjera drejt një subjekti që ai e kontrollonte indirekt. Prokuroria e posaçme ka kërkuar dënimin e tij me 10 vite burg, ndërsa me gjykim të shkurtuar ai rrezikon rreth 6 vite. Procesi gjyqësor ndaj Berberit vjen ende në fazën e mbrojtjes. Policia e Shkodrës zbardh ngjarjen e rëndë të ndodhur mbrëmjen e dieshme, ku u dhunua në mënyrë barbare drejtori i AKU-s në këtë qytet, Ramir Haderi. Sipas njoftimit zyrtar, Ramir Haderi është paraqitur në spital rreth orës 21:30, pasi dyshohet se është goditur me sende të forta në lagjen Fahri Ramadani nga një person ende i pa identifikuar. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë ka nisur punën për të zbardhur rrethanat e ngjarjes, për të identifikuar autorin dhe për të përcaktuar motivin e sulmit, i cili ende nuk dihet dhe po edhe nëse lidhet me detyrën e tij. Ndërkohë, ditën e sotme, vetë Ramir Haderi ka dëshmuar në polici. Ai ka deklaruar se nuk ka mundur ta identifikojë personin që e ka goditur me lev, ndërsa ka pohuar se nuk ka konflikte me persona të tjerë. Ndërkohë, policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonën ku ndodhi ngjarja. Aktivisti shqiptar Baki Goxha mbërriti sot në Shqipëri pasi u deportua nga autoritetet izraelite pas pjesëmarrjes së tij në flotiljen humanitare Sumud, e cila synonte dërgimin e ndihmave drejt rripit të Gazës. Në aeroportin e Rinasit ai u prit nga familjarët dhe fëmijët, ndërsa më pas është shoqëruar në komisariatin e Rinasit, ku ka qëndruar rreth 2 orë për të marrë në pyetje nga autoritetet shqiptare. Goxha i ka deklaruar se është angazhuar si aktivist për çështjen palestineze dhe se ju bashkua flotiljes pas aplikimit online. Ai ka përshkruar një ndërhyrje të forcave detare gjatë lundrimit në ujëra ndërkombëtar, duke pretenduar ndalimin e anijes dhe trajtim të ashpër gjatë shoqërimit. Sipas tij, pjesëmarrësit janë mbajtur për disa ditë në kushte të vështira dhe janë trajtuar në mënyrë të njerëzore, ndërsa ai ka dhënë edhe dëshmi për incidente të rënda gjatë ndalimit. Autoritetet shqiptare ende nuk kanë dhënë një qendrim zyrtar të detajuar mbi deklarimet e tij apo rrethanat e plota të deportimit. Policia e Lezhës ka finalizuar operacionin antidrog të koduar perimetri 2, duke arrestuar dhe ndaluar 7 persona të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike dhe organizim të paligjshëm të lojrave të fatit. Sipas policisë, 4 persona janë ndaluar dhe 2 të tjerë janë arrestuar në flagrancë për prodhim dhe shitje narkotikësh, ndërsa u zbulua edhe një lokal në Laç ku zhvilloheshin lojra fati. Për këtë rast u arrestua edhe pronari i këtij subjekti. Gjatë operacionit u sekuestruan lëndë narkotike kanabis sativa, 6 automjete, celular dhe pajisje për lojra fati. Hetimet disa mujore kanë zbuluar shpërndarje të drogës edhe pranë shkollave në Laç. Materialet janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme, ndërsa operacioni u zhvillua në bashkëpunim me disa njësi policore dhe FNSH-n e Tiranës. Policia në Fier ka arrestuar një 43 vjeçar në fshatin Levan pasi gjatë një kontrolli në banesën e tij u gjetën 2 armë zjarri tip Kalashnikov dhe municion luftarak pa leje. Operacioni u zhvillua në kuadër të aksionit të koduar No Guns 2 nga Komisariati i Policisë Fier në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponja pas informacioneve të siguruara në rrugë operative. Sipas policisë, armët e sekuestruara do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për ekspertizë, për të verifikuar nëse janë përdorur në ngjarje të tjera kriminale. Materialet e çështjes janë referuar prokurorisë së Fierit për veprën penale mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve dhe municionit luftarak. Autoritetet theksojnë se ky operacion është pjesë e kontrollave për kapjen e personave që mbajnë armë pa leje dhe rritjen e sigurisë publike në zonë.
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në zonën e Fush Dukatit, ku 4 betoniere të tonazhit të rënd janë përfshirë nga flakët brenda një kantieri ndërtimi. Sipas informacioneve, mjetet kanë qenë të parkuara në momentin e zjarrit. Menjëherë pas sinjalizimit në vend ngjarje kanë mbritur forcat e policisë dhe zjarrfiksit, të cilët kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve, por mjetet janë shkrumbuar pothuajse plotësisht. Ngjarja dyshohet të jetë zjarrvënie e qëllimshme, ndërsa policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat. Ndërkohë janë sekuestruar kamerat e sigurisë së kantierit, të cilat pritet të ndihmojnë në identifikimin e autorëve të mundshëm dhe përcaktimin e shkakut të zjarrit. Ndërkohë dëmet materiale janë të konsiderueshme pasi 4 mjetet e rënda janë shkatruar pothuajse plotësisht. Një aksident tragjik ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut në aksin Radishan-Prishtinë-Mirkovsk, ku 4 persona kanë humbur jetën pas përplasjes së një kamioni me targa të Kosovës me një makinë tip BMW. Sipas raportimeve dyshohet se shoferi i kamionit ka humbur kontrollin e mjetit për shkak të lodhjes dhe ka kaluar në korsinë e kundërt, duke shkaktuar përplasjen fatale dhe përfshirjen e makinës nga flakët. 4 personat që ndodheshin në mjetin tip BMW kanë humbur jetën në vend ngjarje, mes tyre 3 të rinj rreth 20 vjeç, si edhe një 51 vjeçar. Ky i fundit është identifikuar si Velkov, bariton dhe solisti i operës dhe baletit nacional të Maqedonisë së Veriut. I njohur për karrierën e tij në skenën operistike dhe interpretimet në role të rëndësishme të repertorit botror. Lajmi për vdekjen e tij ka tronditur komunitetin artistik në vend. Mirëpo në këtë aksident tragjik, viktim ka mbetur edhe djali i tij 20 vjeçar. Autoritetet vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e këtij aksidenti që tronditi ditën e sotme në Maqedoninë e Veriut. Një operacion i policisë në Treviso të Italisë ka çuar në arrestimin e 2 shtetasve shqiptar, 23 dhe 29 vjeç, të dyshuar për trafik droge. Sipas hetimeve, ata shpërndanin kokainë në mënyrë të organizuar, duke marrë porosi me telefon dhe duke e dërguar drogun direkt në banesa, në një skem të ngjashme me shërbime delivery. Të dy u kapën në flagrancë gjatë shitjes së dozave të kokainës për klient në Treviso dhe Silea. Gjatë kontrollit, policia sekuestroi 60 gram kokainë dhe mbi 20.000 euro kesh, ndërsa u zbuluan edhe doza të gatshme të fshehura në enë metalike të vendosura poshtë automjeteve. Në banesat e tyre u gjetën gjithashtu mijëra euro të tjera të dyshuara si të ardhura nga aktiviteti kriminal. Pas arrestimit, ata u gjykuan me procedurë të përshpejtuar dhe u dënuan përkatësisht me 8 dhe 11 muaj burg. Zgjerohet hetimi ndaj princit Andrew, vëllait të mbretit Charles III, duke përfshirë jo vetëm dyshime për shpërdorim detyre, por edhe për krimet mundshme seksuale të lidhura me rastin Epstein. Sipas raportimeve, Andrew është marrë në pyetje në shkurt për dyshime mbi ndarje informacionesh konfidenciale me Jeffrey Epstein, por tashmë hetimi britanik po shqyrton edhe akuza më të rënda që lidhen me pretendime për sjellje seksuale dhe vajza të mitura ose të reja të sjella në rezidenca mbretërore. Një dëshmi e përmendur nga hetuesit lidhet me një gruaj që thotë se është ofruar për qëllime seksuale në vitin 2010 në Windsor. Hetimi pritet të zgjerohet dhe të ftohen viktima të tjera të mundshme për dëshmi. Çështja po krijon presion të madh mbi familjen mbretërore, ndërsa edhe figura si Gordon Brown kanë kërkuar publikisht që rasti të hetohet plotësisht dhe pa kufizime.